ne ju kemi thirrë juve në që të shpalosmi para jush shqetësimet tona dhe brengat tona lidhur me një reagim të panevojshëm, të çuditshëm dhe të habetshëm të Ministrisë së Arsimit në faqen e tyre në Facebook, gjë që një komunikim të natyrshëm Ministria do të ishte dashur ta bëjë me ne në rrugë institucionale, në rrugë normale që i bëjnë institucionet, jo përmes rrjeteve sociale, Facebookut apo gjëra të tjera. Ne jemi institucionet të Republikës dhe ne komunikojmë në mënyrë institucionale. Nuk mund të zgjedhmi çështet me reagime në Facebook, siç e kanë bërë ata, e kanë filluar një mënyrë të çuditshme, të habetshme. Reagimi i tyre ka qenë i panevojshëm dhe i paarsyeshëm, meq në mënyrë ligjore, në bazë të legislacionit fuqi që e kemi. Ne kemi caktuar ushtruesin e detyrës duke i respektuar të gjitha dispozitat tona në fuqi. Ushtruesi i detyrës ka ardhur si propozim i Këshillit Shkencor, ashtu siç e thot statuti jon. Sepse statuti i Institutit Arkeologjik thotë që ushtruesin e detyrës duhet ta propozoj Këshilli Shkencor, pastaj e meraton Këshilli Drejtues. E kemi pas propozimit të Këshillit Shkencor dhe votimit me shumicë të votave nga ana e anëtarëve të Këshillit Shkencor, që e përbëjnë punonjësit shkencor të Institutit Arkeologjik. Ku ishin 18 vota, prej tyre 15 ishin pro, 2 abstenime dhe 1 kundër, Këshilli Shkencor ka propozuar zonën Meliza Krasniqi si ushtruese të detyrës së drejtorit. Dhe ai propozim i ka shku Këshillit Drejtues. Siç e thot legislacioni ynë në fuqi. Pastaj, në afate optimale, të përcaktuara qartë, unë si drejtar në detyrë dhe njëkohësisht edhe kryesuesi i Këshillit Drejtues, e kam thirrë mbledhjen e rregullt të Këshillit Drejtues, ku njëra nga pikat ka qenë shqyrtimi i propozimit të Këshillit Shkencor për caktimin e ushtruesit të detyrës. Reagimit të çuditshëm të Ministrisë i vjen era ndërhyrje edhe tërësisht ndërhyrje. Instituti Arkeologjik është institucioni pavarur kërkimor shkencor. Nuk pranojmë asnjë ndërhyrje të tillë. Jemi të gatshëm të rezistojmë dhe të mbrojmë pavarësinë tonë institucionale. Ju tham me vedije të plot që jam i gatshëm që të rezistoj në mbrojtje të pavarësisë institucionale të institutit që unë e drejtoj deri në frymën e fundit. I bëjmë thirrje Ministrisë që ta rishqyrtoj pozicionin e saj dhe t'i hap rrugë komunikimit institucional me Institutin Arkeologjik, t'i hap rrugë bashkëpunimit, t'i hap rrugë kolegalitetit të natyrshëm dhe ta gjejmë një mundësi që të hecim tutje. Siç ju thash edhe më herët, në mbledhjen e mbajtur me datën 23 qershor, 2 anëtarë të propozuar nga Ministria e Arsimit nuk erdhën në mbledhje, pra e bojkotuan. Mbledhja ku është propozuar, që është bajtur për ta propozuar në 18 qershor 2025 në ora 10, nuk e ka pasur vetëm një propozim. Nuk është propozuar vetëm Meliza Krasniqi, ta kemi qartë. Fadil Grajqevci e ka propozuar edhe Armënor Radushi. Armënor Radushi ka refuzuar propozimin. Pak, Armënor Radushi e ka propozuar Fadil Grajqevci. Fadil Grajqevci po të kishte drejt, siç u shpreh, do ta pranonte, por me që ka qenë antari ish Këshillit Drejtues të kaluar, ligjërisht ka qenë e pamundshme kandidimi i tij. Pra kemi mbet, Armënor Radushi refuzon, Fadili nuk mundet kemi mbet me një propozim që e ka bërë zotja Delollurit të Meliza Krasniqi.
dhe ka vazhduar procedura për votimin. Ka pasur korum, është votuar, i ka marrë shumicën absolute të votave. 15 janë për, 2 janë abstenime, 1 është kundër, gjithçka është në ligjore. Këtu ndërhyrjet brutale të ministrisë, unë i quaj ndërhyrje politike. Po bëj një digresion kohor, që është e vërteta telashet e Institutit Albanagjik nuk janë të tashme. Kanë fillu që nga fundi, ose më saktësisht shtatori tetori i vitit 2023. Aso kohë drejtor ka qenë Hysen Matoshi. Në 28 shtator 2023, Instituti Albanagjik, sipas rregullatives ligjore, i çon ftesë Ministrisë së Arsimit për dërgimin e anëtarëve të jashtëm Këshillit Drejtues. Ministria e Arsimit nuk përgjigjet fare. Me 31 tetor 2023, Instituti e përsërit kërkesën drejtuar Ministrisë për dërgimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues. Ministria prap në heshtje nuk i dërgon anëtarë të Këshillit Drejtues. Instituti, duke qenë në gjendje të tillë që të mos krijojë vakum institucional, i thet 2 anëtarë aso kohë në detyrë të Këshillit Drejtues të caktuar nga Ministria, Adem Gashin dhe Xhevat Bislimin, dhe fillon procedurat për shpalljen e konkursit për drejtar. Zhvillohen të gjitha procedurat, aso kohë unë kam qenë kandidat bashkë me 3 kandidatë tjerë, unë kam dalë fitues në atë proces dhe Ministria sapo ka lënë mandati i drejtorit të rregullt të institutit aso kohë Hysen Matoshi, ndërhyn përmes këshilltarit të lartë politik dhe thotë procesi nuk ka qenë në rregull sepse anëtarët e Këshillit Drejtues të caktuar nga Ministria nuk kanë pasur mandat. Që i bie? Ministria vetë ka kriju të problemin dhe vetë ka përdorur atë problem për të filluar telashet e mëdha të institutit. Telashet e institutit janë që nga fillimi, që nga janari vitit 2024 dhe deri sot. Unë nuk kam hyrë gara aso kohë mandatin e parë si ushtrues detyre, ka qenë Lulzim Lajçi. Kur unë kam marrë mandatin e parë si ushtrues detyre me 20 shtator 2024, kanë qenë përgatitjet duke u bërë për të hapur konkursi për drejtar të rregullt. Arsyeja pse nuk është hapur konkursi është sepse nga Agjencia kundër korrupsionit kemi marrë njoftim se është bërë një denoncim për konflikt interesi në kundrejt meje. Këshilli Drejtues i institutit ka marrë vendim që të mos zhvillohet procedura e konkursit për drejtar derisa agjencia ta shqyrtoj rastin për konflikt të interesit, sepse është logjik institucionale, përderisa një institucion është duke shqyrtuar një çështje, nuk mund të hapet konkursi sepse potencialisht po të kishte konstatim se ka konflikt interesi, procedura do të binte poshtë. Pra, hapja e konkursit për drejtor të institutit nuk është hapur sepse ka pasur një denoncim. Në ndërkohë, nga Agjencia kundër korrupsionit ka ardhur vendimi i datës 7/2/2025, ku konstaton se caktimi i Naim Berishës ushtrues detyre nuk përbën konflikt të interesit, e kam këtu vendimin. Ne, si institut, është mbledhur Këshilli Drejtues, unë aso kohë si kryesues, i kemi marrë gjitha hapat e duhura, përgatitjet për ta hapur konkursin. Ministria, në situatën e re të krijuar, kundërligjshëm përmes këshilltarit politik, Muedin Nushi, pse them kundërligjshëm, sepse me ligjin për qeverinë, neni 13 pika shtartë këshilltarët politik të ministrave kanë të ndaluara, kanë të pika të ndaluara që të merren me institucionet vartëse të asaj ministrie. Kundërligjshëm ndërhyn në proces, kërkon nga ne, unë dhe sekretari shkencor aso kohë, të mos e hapim konkursin pa u konsultuar me ta dhe pa e dërguar draftin e konkursit te ministria. Ne, duke qenë institucion i pavarur por vartës në ministri, e kemi respektuar këtë kërkesë të tyre dhe i kemi dërguar në vazhdimsi, kam shkresat të me 19 mars, kemi dërguar njoftimin Ministrisë për fillimin e procedurës për hapje të konkursit për drejtar. Muedin Nushi kërkon të falemnderit, por nuk duhet hapet konkursit, na dërgohet drafti i konkursit që do të hapet. Kjo e ka datën 28 mars. Ne e kemi dërguar draftin në ministri, draftin e konkursit, sikurse e ka hap gjithmonë instituti, bazuar në legjislacionin fuqi pra ligji për veprimtari kërkëmore shkencore, statuti i institutit dhe rregulloria e punës së Këshillit Drejtues. E kemi dërguar draftin, ministria e ka vonuar, kemi dërguar draftin me 2 prill 2025, e konfirmon Muedin Nushi marrjen e materialit dhe pastaj me datën 10 prill 2025, Muedin Nushi e dërgon një draft të ri të konkursit.
dhe thot Ministria e obligon Institutin Albanologjik të ta hap këtë draft. Instituti Albanologjik e thirr një mbledhje të veçantë të Këshillit Drejtues si organi më i lartë i këtij institucioni dhe vendimarrës. E shqyrton draftin nën për nën me praninë e anëtarëve të ministrisë. Konstatohet në praninë edhe të sekretarit të institutit që është edhe jurist, se drafti i dërguar në ministri është nga ministria, është në kundërshtim me bazën ligjore mbi të cilën punon instituti, sepse një draft i konkursit për drejtor të rregullt duhet bazohet në ligjin për veprimtarinë kërkimore shkencore, në statutin e institutit dhe akte tjera të brendshme. Ministria ka hartuar një draft të bazuar në ligjin për zyrtarët publik dhe në strategjinë kombëtare të shkencës. Këshilli Drejtues ka konstatuar se drafti i dërguar nga ministria është në shpërputhje ligjore me bazën tonë se si funksionojmë. Pra nuk është e vërtetë se instituti nuk ka dashur të hap konkursin ose nuk e ka hapur konkursin. Pjesën e parë të mandatit tim ka qenë Agjencia kundër korrupsionit që ka konstatuar që nuk ka konflikt interesi. Tash nga janari këtej pengesa për mos hapjen e konkursit të rregullt për drejtor është Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, sepse ata duan ta imponojnë një draft jo ligjor për Institutin Albanologjik, që është komplet i kundërt me draftet e konkurseve që i kanë shpallur Instituti i Historisë dhe Instituti Pedagogjik. Ne kemi të njëjtën bazë ligjore, si ka mundësi dy institucione tjera kërkimore shkencore të kenë draftet për konkursit për drejtor komplet të ndryshme nga ne. Këshilli Drejtues me vota unanime bashkë me përfaqësuesit e ministrisë ka marrë vendim që ky draft është i papranueshëm. Pra, kanë rrethona tjera, unë kam dhënë ndërheqje, për pjesën tjetër folën kolegë, pra mos hapja e konkursit është si pasojë e ndërhyrjeve dhe pengesave që i ka shkaktuar Ministria e Arsimit, jo se nuk ka pasur vullnet nga Instituti Albanologjik. Faleminderit.